Vazhdimi i seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës është shoqëruar me tensione mes kundërshtarëve politik. Në seancën e sotme, e cila nisi me mbi një orë vonesë, pritej të hidhet në votim zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Megjithatë, lëvizja Vetëvendosje nuk propozoi sërish emër. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, një herësh kryeministër në detyrë, Albin Kurti, ka kërkuar përsëri kohë shtesë për të propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës, për shkak të mungesës së një marrëveshje politike. Pas kësaj, deputetja e Aleancës, Time Kadriaj, ka hedhur ve në drejtim të tij. Seanca u përshkallëzua dhe u ndërprer pas intervenimit të deputetëve të tjerë dhe forcave të sigurisë. Kurti para deputetëve tha se takimet e tij si kryetari i subjektit fitues të zgjedhjeve të 7 qershorit, lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër në detyrë, kanë vazhduar por ende pa një marrëveshje politike. Ndërkaq, pas ndërprerjes së seancës, ai ju tha gazetarëve se s'ka propozuar emër, me që pa marrëveshje për presidentin do të ishte shkuarje në zgjedhje të reja. Nuk ka kuptim që të mos bëjmë marrëveshje. Nuk ka kuptim që të mos bashkëbisedojmë. Në këto orët e fundit, ndërmjet fillimit të seancës për konstituimin e Kuvendit dhe vazhdimit të kësaj seance, unë kam pasur takim, gjithashtu kam shkruar letra që ftojnë për takim, kam shkruar letra që japin përgjigje për qëndrimet në mungesë të takimeve, kam shkruar mesazhe telefonike për të takuar me lider të partive politike dhe unë nuk besoj që duhet t'i shpallim përpjekjet e dështuara apo të përfunduara. Ndaj këtyre zhvillimeve kanë reaguar partitë opozitare. Deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj ka thënë se Kosova sot ka hyrë në një fazë të re, derisa i ka bërë thirrje kryetarit të LVV-s, Albin Kurtit, që ta propozoi kandidatin për krye parlamentar. Ai ka theksuar se vendi ka lëviz drejt një anarkie të plotë, burimi së cilës është Albin Kurti dhe LVV. Edhe deputetja e LDK-s, Jehuna Lushaku, i ka bërë thirrje lëvizjes Vetëvendosje që ta propozoi emrin për kryetar të Kuvendit, pasi kryetari i saj, Albin Kurti, kërkon kohë shtesë duke ndaluar vazhdimin e seancës konstituive. Lushaku e ka quajtur këtë të papërgjegjshme.